Të dashur miq, selam aleikum. Takohemi sot në datën 27 dhjetor i vitit 2025. Si gjithmonë lidhem nga Genting Highland në sultanatin e Pahangut nga Malajzia. Sikur shikoni jam me mëngë gjata, klima është freskuar këtu në malet e Malajzisë ku jam unë, nga që është koha e monsunit. Është sezoni kur vijnë shumë shira në Indokin, ku unë jetoj, apo Azinë Juglindore, sikur e quajnë britanikët. Edhe sot po bisedoj me mikun tim Petro Prodanin. Kam bërë mungesa edhe me Petron shpesh themi do bëjmë emisione të bëjmë, po s'më lë malajziani ma merr shpirtin se duhet merrem me punën me studentët. Edhe sot me Petron do bisedojmë apo do vazhdojmë pak a shumë atë bisedën që lam herën e fundit, po herën e fundit folëm për Ali Pashajn edhe për Osmanët, dhe unë Petro si propozova që sot të flasim për Shqipërinë pas Osmane. Për personat që më ndoqën mua në fillim të dhjetorit, pata një bisedë me Mustafa Nanon në Tiranë për punën e 28 nëntorit, ku Mustafa i unë thoja që për mua 28 nëntori nuk është ditë feste, është ditë dhije. Unë i qëndroj pak a shumë të njëjtët asaj teme, e di që është provokuese dhe ka marrë shumë ulërima, sharje, agentin gjyrë, turk, duhet ta çojmë në Anadolu, shteti shqiptar duhet t'i ndaloj hyrjen, ta fusin burg e tjerë, përveç sharjeve vulgare. Por unë do t'i qëndroj asaj, domethënë që kam thënë në emisionin e fundit me Muçnanon, që për mua 28 nëntori, apo më saktë ndarja e Shqipërisë nga Osmania, nuk ka qenë Shqipëri, domethënë nuk ka patur Shqipëri në atë kohë, Shqipëria u shpik më mbrapa, po ndarja e këtyre territoreve që sot përbëjnë Shqipërinë, për mua përbën një tragjedi për myslimanët. E theksoj myslimanët, jo shqiptarët mysliman, që në 28 nëntor ky identiteti kombëtar i shqiptarëve nuk ishte formsuar ende, dhe në kohën e perandorisë osmane njerëzit ndaheshin në turqë dhe në kaur me gjuhën popullore, ose për ndryshe në mysliman dhe miletet e krishtera. Për shembull, nëse do ishim në kohën e perandorisë osmane, unë do të isha antar i miletit islam, ndërsa Petroja do ishte antar i miletit rum, apo i bizantinëve, i rumëve, i ortodoksëve. Dhe teza ime është që shqiptarët, në veçanti myslimanët, kanë patur një jetë më të mirë nën perandorin osmane se sa në atë që erdhi më mbrapa. Nga që në atë që erdhi më mbrapa, nëse marrim për shembull shembullin e myslimanëve që ngjelen në Greqi, në Serbi apo mbretërinë serbo-kroato-slovene, është që ata u kthyen në një popullat të dorës së dytë, nga që këto ishin shtete që dominoheshin nga krishterët, dhe shtetet ballkanike në fillim të shekullit të 20 definoheshin nga besimi i tyre, që ishte besimi krishter ortodoks, por edhe etnia, dhe myslimanët që ngjelen të jetojnë në mbretërinë serbo-kroate slovene apo në Greqi u kthyen minoritet. Ndërsa ata myslimanë që ndodhen në Shqipëri do të kalonin në procesin e shqiptarizimit. Se kur kemi biseduar me Petron, politikat që do implementohen në të gjithë vendet ballkanike, jo vetëm në Shqipëri, pas rënies perandorisë osmane, do të ishin politika shekulariste, laiciste, ku njerëzit do të detyroheshin që të ndaheshin sipas gjuhës që ata flisnin, apo grupit etnik, dhe jo sipas fesë.
që perandoria osmane ishte një perandori fetare, teokratike, dhe ajo i klasifikonte njerëzit në bazë të besimit. Paktën, domethënë, pas reformave të Tanzimatit pati përpjekje për shekularizimin e Osmanëve, megjithatë on the ground kjo ishte situata. Dhe me Pedron sot do të bisedojmë atë që ndodhi më mbrapa, domethënë pas rënies së perandorisë osmane të Turqisë, dhe ta ka shumë do rrahim mendimet tona, a ishim më mirë atëherë apo domethënë jo unë edhe Petro, se ne në atë po nuk ishim ardhur akoma në planetin Tokë, ishim akoma në botën e shpirtrave, ëngjëjt nuk na kishin teleportuar akoma në barkun e nënave tona që të krijoheshim neve, por për ata që ishin përpara nesh, a ishte më mirë në kohën e Turqisë apo në kohën e shtetkombeve. Petro, do debatojmë besoj në këtë bisedë që po bëjmë, por e bëj domethënë jo vetëm për arsyen se ti je një grek i poshtër edhe unë jam një turko-mongol i poshtër, se kështu na shajnë dhe na akuzojnë. Ne jemi që të dy jemi shqiptarë, jemi shtetas Republikës Shqipërisë. Por do ta bëjmë më shumë që të bëjmë një farë, domethënë, përtej indoktrinimit dhe trushplarjes nacionaliste, edhe mua vjen për qeshur sepse kur shikoj në për TikToka edhe në për Instagrame, shumë nga ata që më shajnë, që më quajnë turko-mongoli poshtër që duhet të deportohem në Anadolë etj. Shumë i kanë emrat Rushdi, Bedri, Mustafa, Mahmud, Muhammed, Islam, Hadji, Shehu, Dervish. Domethënë janë gjitha emër turq i quajur që tërbohen me tezat e mia dhe më shajnë me libër shtije dhe kërkojnë që edhe të më çojnë në Anadolë. Unë shpesh herë them, amini them, shkruani ndonjë letër Erdoganit, me shumë qejf do u bëja shtetas turk, po ai e rrufjani, s'mje pasaport turke për fat të keq. Petro, ç'a mendon? Ishin më mirë shqiptarët në kohën e Turqisë apo më mbrapa? Si e shikon ti? Shëndetje Olsi, uroj të kesh një sezon shirash sa më të kollajshëm aty ku jeton. Unë do ta filloj atje ku ti e lerë në fundit. Në Shqipëri mi këngës Ali Pashajt, termi Rumeli përkthehet si Greqi, nuk është e vërtet. Rumelia nuk ishte, Greqia ishte pjesë e Rumelisë, siç ishte Shqipëria dhe krajina tjera, të cilat dolën jashtë kontrollit. Nuk do përdor termin Turqi, sepse Turqia është krijuar pak a shumë kur krijuar dhe Shqipëria. Dolën jashtë kontrollit dhe zotërimeve otoman. Tani ka pika që unë bie dakord me ju, në kohën e otomanizmit, myslimanët ishin, si të thuash, jo vetëm në Shqipëri, kudo në tërë Ballkanin në kontrollin otoman, myslimanët ishin, si të thuash, klasa udhëheqëse e atyre viteve, atyre epokave, ishin njerëz që kishin kontrollin ekonomik, politik, dhe ishte paria e vendit. Shkatrimi i perandorisë otomane natyrisht shkatroi këtë lloj klase, këtë lloj sistemi, i cili nuk ishte një sistem i ngritur brenda natës, ishte një sistem i ngritur gjatë 5 shekujve, të themi, dhe ishte bazuar në eksperienca të tjera, ishte pararendse me fjalë në perandorinë, si të thuash, asa çka kish mbetur nga perandoria bizantine. Tani, çfarë ndodhi? Varet nga cili këndvështrim me shikon ose nga kapaciteti intelektual, nga materialet me të cilat ke ardhur në kontakt. Unë them se në një moment pas shkatrimit të perandorisë otomane, shqiptarët duhet të bënin një zgjidhje, të mirë apo të keqe, ata do të viheshin përballë një dilemë. Dhe dilema shqiptare nuk u zgjidh ose nuk
u pre me frikën në 28 nëntor të vitit 1112. Unë nuk e pranoj që viti 1112 ishte viti kur u krijua Shqipëria. Ishte një vit mbi të cilën u odhën disa ide aty se si do të organizoheshin këto toka që kishin dalë jashtë kontrollit otoman, dhe midis shumë ideve të tjera ishte krijimi i një shteti shqiptar, kryesisht të popullatave muslimane, sepse populatat ortodokse, të krishterë ortodokse, nuk pranonin të vjeshin nën kontroll të si thua shqiptarëve otoman. Për ta treguar këtë, do të thënë për të larguar nga debatet e pavlefshme, unë të dërgova një link, mund ta hapësh Olsi? Po hapëm direkt. Okej, po e luaj videon. Po. Këtu shkruan qytetarët e Korçës ecin drejt grekëve. Po, më fal të bëj një shpjegim këtu. Po ta shikosh, autori i këtij. Fal, është me z apo pa z? Jo, është pa z, është pa z. Pa z. Okej, unë po e luaj ndërsa ti flet. Po i luaj famjet. Po, ky material është përpunuar nga Universiteti i Kalifornias, dega e Los Angelesit. Ishte një material që studiuesit e këtij universiteti e gjetën në Gjermani, sepse mbretëria greke asaj kohe kishte marrë me kontratë disa firma berës gjermanë për të shkuar me trupat greke në frontin e luftës. Këtu tregon pritjen e princit të kurorës në zonat e Korçës. Këtu kemi princin i cili u bë Jorgoja, i cili u bë mbreti i Greqisë. Jemi në vitin 1113. Mbreti Jorgo ka ardhur në Korçë. Po. Okay. Këtu e presin qytetarët e Korçës. Këtu është Korça, mbrapa është, mund ta hapësh çik atë, mund ta madhosh. Mbrapa është kisha e Shëngjexhit. Ajo është kisha e Shëngjexhit. Okej. Kisha e Shëngjexhit mbrapa, mund ta kthesh pak, mund ta kthesh më mbrapa për treguar kishën që nuk ekziston më. Okej, ja e ktheva. Po. Ka qenë një kishë e madhe, e ndërtuar në fillim të viteve 1900. Shife kemi edhe Hoxhën, ë? Ky rrezik duhet më fshirë në qytetet. Po. Kjo është ajo është kisha. Po. Ajo është kisha. Këtu Azja nuk ekziston, këto është shtëpia mprishur. Më fal, ku bie kjo kisha e Shëngjergjit sot? Është afër Kisha e Shëngjergjit është ku është biblioteka që është bashki sot. Do me thënë në pedonalen e Korçës, Korça ka ndryshuar, në pedonalen e Korçës nuk ekziston më, është bërë bashkia sot. Në pedonale është aty ku takuam neve atëherë që pim kafe? Jo, pedonalja është afër me turizmin, po të themi, turizmin që ndërtuar në kohën e verit. Po, është midis, si të thuash, kishës ose monumentit të ushtarit të panjohur dhe ish turizm. Është një rrugë aty që nuk kalojnë makinat, kalojnë vetëm këmbësorët, dhe kur zbret nga, të themi, je në ushtar i panjohur dhe do të shkosh drejt turizmit, në të djathtë, kur i afrohesh turizmit, në të djathtë është godina që ishte bibliotekë. Dhe tani është bërë bashki. Në atë vend, saktësisht në atë vend, ishte kisha e Shëngjergjit, një kishë shumë mbase kisha më e madhe në Shqipëri në atë kohë, me të gjitha këndvështrimet me shme madhja me kushtueshme, dhe nga më të veçantat në Ballkan. Është prishtur në vitin 1967. Tani kush janë këta këtu në foto? Këta nuk i njoh, janë përpjekur të këta në priftërinë e Korçës, si të thash, përfaqësuesit e FES. Peshkopi Gjermanos ka qenë në këtë kohë në Korçë? Jo, nuk kemi fare të bëjmë me Gjermanosin. Nuk kemi të bëjmë fare. Jemi në vitin 1913. Po pse Gjermanosi vjen më vonë, no? Kishte mbaruar puna e Gjermanosit në vitin 1913. Okej. Po këtu duket domethënë ndoshta miftiu i qytetit me kryepeshkopin, ë? Nga mund të jetë një prift i lartë, nuk e di sepse nuk ka rasën e kryepeshkopit ky prift i ngjitur me të. Po tani mbrapa shohim një burr me fesin Osman edhe me mustaqe, ky duket që të jetë musliman.
Po, Korçar, ndërsa në krahun e Majt të Hoxhës shohim dikë pa Fezin Osman, ky ndoshta ka qenë nga të Prishterët, besoj, apo jo? ky ma mërmendja ka qenë ndonjë përfaqësues i familjeve të njohura Korçare. Po. Këtu është godina që sot quhet Mitropolia, ngjitur me me kishën. Okay. Tash këta ishin vullnetarët Korçarën që Ta janë, luftonin. ta janë andartët, apo? Jo, këta nuk janë antarë, këta janë vullnetarë të Korçës që përpiqeshin atë kohë ta shkëputnin Korçën dhe t'ja bashkonin Greqisë. Mhm, Kjo është banda e qytetit, ja këta janë vullnetarë. mhm. Kjo është në Përmet. Përmet. Tash i ka disa mbivendosje filmi sepse ata që kanë bërë me fjalë kanë sjellë se materiali filmik u gjeti dëmtuar dhe kanë shpenzuar kohë dhe para që sa e kanë sjellë në këtë formë. Ka disa mbivendosje, domethënë në një moment do të shikojmë përsëri Korçën edhe tregohet si Përmet. Përmet. Po ky është Përmeti, ja? Kështu thotë filmi. Përmeti duhet jetë. Ja dhe princi që bë mbret, Ë, ja kush dhe është një përfaqësues të fesë muslimane. tani kjo është në vitin 1913, apo jo? 13 Në cilët muaj? maj. Në maj. Kush është ky djali? A nuk e di. Tani ky është princi Jorgo. Princi Jorgo tash këtu është në Gjirokastër më mendja, kur mban një fjalim. Këta janë Gjirokastrit, ti luten ja ku kemi dhe përfaqësuesit e fesë muslimane, poshtë balkonit ku mban fjalimin princi i Kurorës. Ja dhe si e presin. Princi viziton edhe xhaminë dhe sinagogën. Kjo duhet të jetë në Janin, a? Po, Shumë interesant. Janina në këtë kohë ka qenë qytet turk, bides me çamët që kam folur, çamët ndahen nga janinjotët, se çamët ishin pak a shumë ata që jetonin jashtë Janinës, në për fshatrat edhe qytetet e tyre, ndërsa me sa kam paktën këtë më ka pa treguar Ibrahim Hoxha, nuk e di në është akoma gjallë apo jo, djali Davut Hoxhës, për cilin edhe nisi lufta italo-greke, pasi grekët e vranë Dautin. Edhe ai më tregon që janinjotët thotë ne nuk i mbanim për qemër. Dhe shumë janinjot ishin turq, etnik kam parë, biles kam takuar edhe kur kam qenë në Toronto, janinjot që nuk dinin shqip. Po, okay, po këtu tani ku është kjo vizit? një Në anin Janin, Janin viziton besoj. një kishë. Okay. Kjo është pak a shumë Shumë interesant. vizit. Po, ja Korça, përsëri këtu, kjo është Korça. Po kalon në Korçë. Kjo është Mbrapa kisha Shëngjërgjit, ë? po, Ky film çfarë neve na tregon na tregon këto domethënë identitetet e njerëzve në atë kohë. Është po. koha kur kishte rënë Turqia, ti më the që mos ta quaj Turqi, po unë e quaj Turqi prap, nga që kam vënë re që grekët në atë kohë nuk e quanin Perandori Osmane, e quanin Turqi, apo jo? Ë, ë,
Në termi turk është përdorur vazhdimisht në folklorin grek, po varet Po, kujt i referohesh. Nëse i referohesh librave historike, nuk quhet Turqi, quhet Perëndoria Otomane. Nëse i referohesh folklorit të Turqi. folklori do më thënë, se mua më ka bërë Po, përshtypje kur kam shkuar në Stamboll, që shkoja nga Aleksandropolus, edhe bile si kam pat bërë edhe foto ato tabelat në rrugë edhe shkruanin Kalo irthet sto Turqia. Do me thënë, bile grekët kanë edhe termin e tyre për Turqin, o Turqia. Edhe në qoftë se mban mend para ca vitesh kur Erdogani ndryshoi në OKB emrin e Turqisë nga Turkey e bëri Tyrkie, edhe më fal, kjo është në Gjirokastër. po, Do me thënë ka një mbivendosje materiale aty, sepse ata që janë marrë me këtë punë nuk e kanë njohur, nuk e si dinin të se çfarë po thuash. bënin. Po, Po, nuk i njohin qytetin. nuk e kanë njohur me saktësi. Ata kanë bërë një punë teknike dhe kanë, si të thuash, organizuar filmin, materialin filmik. Pa Mhm. njohur me saktësi dhe mënyrën se si visheshin dhe qytetet ku kishte kaluar princi Kuros. Po këta janë tosk që duken nga Ta janë në fustanell Korç. në Ta janë në Korçë. Korç. Po, Po pse edhe korçarët e kanë veshur këtë lloj fustanelle? po, vlefrit sidomos. Vlehet, ë? Po, Okej. Edhe që dua të them, ja dhe këto me veshje tipike greke të themi të dropullit, se njerëzit kështu e njohin me. Por kjo është një veshje tipike greke e gjithë dhe të Maqedonisë dhe po ti shikosh në ato zona, këto janë tipike. Po ti shikosh këto që mbajnë i- për gjoks, këto janë shpeshherë këto tregojnë klasën e familjes nga të cilat ato kishin dalë, ose rangun klasor të familjes ku ato kishin hyrë si nuse. A këtu është një mesh, nuk e di kush është ky person. Pak a shumë kjo ishte situata në ato zonë. Tani dikush mund të tani thotë që shiko, Petro, çfarë ndodhi me këto popullata pas ushtimit austro-hungarez? U larguan drejt Greqisë ta njerëz që e një pritën. një një pjesë u largua, pjesa tjetër u shqiptarizua sepse ndryshuan kohët dhe përfundimisht në vitin 1921 Shqipëria mori përfundimisht, domethënë, formën e një shteti të mirë të mirë organizuar. Domethënë që aty fillojnë themelet e krijimit të një shteti me një koncept vet administrativ, ku kuptohet në atë kohë në vitin 1921 Shqipëria ishte protektoriat i Italisë, sepse fuqitë e mëdha ja lanë Italisë Shqipërinë, pati pas vitit 21 deri nga viti 26 pati një përplasje shumë të madhe, sepse u hap fjala që në Shqipëri kishte naftë dhe Shqipëria do të bëhej Persia e Ballkanit, dhe aty shohim një përplasje shumë të madhe të interesave të kapitalit të madh amerikan, anglez, pak italian dhe pak francez, kështu që u filluan të mund ta mbyllësh si kjo tregon trupat greke në kufirin me Bullgarinë, ku luftonin Okej. ushtria greke me ushtrin bullgar. Ajo mbaroi. Gjëra aty ishte e Shqipërisë. Pra, midis vitit 21 dhe 26 ne kemi një përplasje të madhe, domethënë përplasje të madhe mbi ekzistencën e Shqipërisë, sepse mendonin se aty kishte naftë. Është një temë shumë interesante. Kushdo që do të lexoj rreth asaj periudhe historike mund të shkojë në librarinë e Kongresit Amerikan, të shoh materiale të cilat janë të lira, aty nuk ka nevojë të paguash, shko, kërko dhe do të gjesh shumë materiale interesante që bien plotësisht në kundërshtim me ato që ne mësonim njëri e një kohë në shkollë për patriotizmin shqiptar, për si thua heroizmin,
është komplet ndryshe. Dhe unë një nga shkrimet më të bukura të vitit që po mbaron, kam nxjerrë në një vend Ekrem Bey Vlorën, që ishte në atë kohë ambasador i qeverisë shqiptare në Londër, i cili bashkë me një ish oficer anglez, i cili kishte punuar në Shqipëri si konsultant i qeverisë shqiptare në vitet 23-24, kishin hapur regjistruar një firmë e cila do të prodhonte birë në Shqipëri, dhe Ekrem Bey Vlora dërgon një investitorët e kësaj kompanie, dërgon një vërtetim që thotë që në Shqipëri pihen rreth 12 milion litra bire në vit, jo, më fal, shiten 6 milion litra bire në vit, dhe është një vend që ka shumë mundësi për të rritur biznesin e birës, dhe ata bën një kontratë me qeverinë e asaj kohe me kushte diskriminuese, dhe gjithë historia ishte që të futishin materialet e ndërtimit Pa dogan. pa taks doganor. Domethënë këto historirat me patriotë dhe me eronjë, më se thash, duhen parë nga një këndvështrim tjetër, nga këndvështrimi realist, njësoj siç duhen parë dhe sot, domethënë, politikanët në gjithë botën, shpeshherë ata nuk e kanë idenë ç'është patriotizmi ose megjithatë le të kthehemi, po. Të dalim te tema që po bisedonin. Dhe faleminderit për pamjet që solle, se ç'a tregojnë ato që në 1913 do përdor sërish termin Turqi, e di që është gabim shkencërisht, po kam qef që ta përdor termin Turqi, nga që Turqia termi ja caron shumë ta nacionalistët i Liro Pelladh, edhe dua të them që kemi rënien okay, po e korrigjoj, perandorisë osmane në 12-ën, kemi ardhjen e trupave ballkanike, kemi serbët, malazezët në Shkodër, marrin Kosovën e tjerë. Kemi grekët që hyn në jug, pamjet që ti na tregove nga Përmeti edhe nga Korça tregojnë popularitetin që kishin grekët faktën, nga pamjet që pam, se ka qenë ndoshta ndryshe me serbët, nga që dim që kanë patur luftime në zonën e Dibrës e tjerë. Por kjo mundja e Turqisë dhe ardhja e Greqisë u fa si diçka normale, faktën këtë tregojnë ato videot, fotot, dhe kuptohet që ka patur luftë. Por çfarë do kemi? Do kemi fillimin e luftës parë botërore, pushtimin francez, italian, austro-hungarez, dhe kjo rralla që domethënë nëpër shkollat e Shqipërisë i mësojnë shqiptarëve që erdhi Ismail Qemali në 28 nëntor na shpallin e pavarësinë nga Turqia e tjerë janë sigur thon ande nga zonat e jugut Fordikali, domethënë janë kot, janë asgjë. Faktikisht për mendimin tim Shqipëria e nis ekzistencën e saj pas luftës parë botërore. Se për sa kohë, domethënë nga 12-a deri në 1920-ën nuk mund të flasim për ekzistencën e Shqipërisë. Vendi do jetë nën pushtime të ndryshme, jugu do jetë fillimisht nën pushtimin e grekëve, zonat e veriut nën pushtimin serbo-malazez, zonat nga Pogradeci e Librazhi nën pushtimin bullgar, më pas do vinë austro-hungarezët, italianët, francezët, do bëhet një mishmash që nuk do e marrë vesh i parit fundit. Por për mendimin tim, domethënë ekzistenca e Shqipërisë nis pak a shumë në kohën kur ekzistenca e mandatit të Palestinës fillon, kur ekzistenca e mandatit të Transjordanisë apo Jordanisë fillon, e mandatit të Sirisë, e mandatit të Libanit, e mandatit të Irakut. Se duhet kuptojmë këtë kontekstin historik. Lufta e parë botërore do të vendosë se çfarë do bëhet më mbrapa. Dhe ashtu si kur francezët do të krijojnë koloninë e tyre në Siri dhe në Liban,
sikur anglezët do të krijojnë koloninë e tyre në Palestinë, në Jordani, në Irak, e njëjta gjë do të ndodhi edhe me Shqipërinë. Domethënë, për personat që kanë lexuar bisedimet e konferencës së Versailles e tjera dhe një nga arsyet pse do vritet edhe sa të pash Toptani, është se Italia kërkonte me këmbgulje që Shqipëria do të ishte mandat italian. Më pas, sikur e përmendët edhe ju, do të ishte zbulimi i vajgurit, se në ato nuk quhen nap. Në ato të paktën në leximet e mia unë e kam parë që quhej vajguri. Zbulimi i vajgurit nga britanikët do të ishte ai që do të hynin në bisedime me Esat Pash Toptanin dhe do të ishte konsuli Eden që ishte në Shqipëri në atë kohë britanik, i cili do të paguante dhe nxiste bejlerët dhe njerëzit me influencë që të bëjnë atë që njihet si Kongresi i Lushnjës. Dhe për mua, domethënë, ekzistenca e këtij shteti, e falo shtetit shqiptar, fillon në 1920-ën, por nga 1920 deri në 1925-ën, kur Zogu më në fund do të arrijë që ta konsolidoj pushtetin e tij me dhunë, dhe do kemi edhe krijimin e Republikës së Shqipërisë. Ekzistenca e Shqipërisë ishte domethënë e pa ditur se si ku do shkonte. Ne kemi biseduar më herët mbi rezistencën e myslimanëve, ku në Shqipërinë e Mesme, në Ministrinë e Brendshme të Mehdi Frashërit, do të bëhen masakra në Shqipërinë e Mesme, nga Elbasani e deri në Kruj e në Shijak e në Durrës, ku ata myslimanë që nuk pranonin që kjo Republika e Shqipërisë ekziston, ekzekutoheshin. Do të kemi vunë të organizuar shtetërore kundër grekomanëve të jugut. Do të kemi krijimin me pahir të komunitetit mysliman në 1000 apo të xhemietit islam, se kështu do quhet, do të ketë termi origjinal në 1923-shin, dhe të kishës autoqefale ortodokse kundër dëshirës ortodoksëve dhe pa u njohur nga patriarkana, u krijua me pahir kisha autoqefale për t'i ndarë të krishterët ortodoks nga patriarkana dhe nga kisha greke. Pra do të kemi një seri eventesh ku ky shteti që për mua do të formsohet nga Zogu, që fillimisht do të jetë republikë që do të zgjasë vetëm 3 vite, nga 1925 deri në 1928, dhe më pas nga 28 1 shtatori deri në 7 prill 1939 do kthehet në mbretëri. Dhe për mua, domethënë, këto vite janë ato vitet vendimtare që fillojnë që të formsojnë atë që ne njohim si Shqipëri. Dhe sikur e përmendët edhe ju, fati shumë nga këta persona që ne pam në video, që në 1913 që donin që këto zonat e jugut ishin Greqi, një shembull është Poçokota, që unë e përmend edhe në tezën time, që ka qenë grekoman, të cilin Zogu më pas e merr e korrupton e bën edhe kryeministër, që ishte familje me influencë. Dhe domethënë është me Zogun që fillon edhe formsohet kjo ideja e Shqipërisë. Dhe ndryshe nga çfarë mitologjia kombëtare në Shqipëri pretendon, sikur është 28 nëntori 1912, ditë e flamurit e ditë e pavarësisë, për mua këto janë gjitha pralla me mbret. Faktikisht shteti shqiptar fillon të formsohet si shtet pas 1920-s, dhe ashtu sikur mandati i Palestinës apo mandati i Transjordanisë u formuan nën patronazhin britanik, edhe në rastin e Shqipërisë kemi britanikët, francezët, të cilët fillimisht britanikët veçanti donin që ta mbanin këtë Shqipërinë si të pavarur, nga që dyshonin se kishte vajguri, ata që në një farë mënyrë do të jenë ata shpiksit e Shqipërisë. Por për mua, domethënë, ky eksperimenti shqiptar
do të jetë një eksperiment që do të vi gjithmonë me dështime. Shteti i Zogut, i cili nuk do arri, domethënë se Shqipëria u krijua si një vend, për ishte një vend i vogël, i izoluar, vend që kishte shumë armiq, fqinjet nuk e donin, nga që ishin me shumicë muslimane. Në anën tjetër, qeveria e Zogut do të nisi politika tegra anti-muslimane dhe anti-ortodokse. Dhe sigur thot edhe Kuislingu Mehdi Frashëri në kujtimet e tij, thot kur u krijua Shqipëria, kishte dy armiq. Ata ishin muslimanët sunit që donin Turqinë dhe ortodoksët që donin Greqinë. Dhe këto dy grupe do targetohen, këto dy komunitete. Dhe çfarë do të sjellë kjo? Kjo do të sjellë zvetnimin apo shkatrimin e ortodoksisë edhe të islamit në Shqipëri. Por ky eksperiment i shqiptarisë do të marrë fund, nga që shteti shqiptar do të ishte një shtet i falimentuar, Zogu do ta zhysi vendin në borxhe, sikur e ka zhytur edhe Tirana tani, te SVEA, shoqëria italiane e zhvillimit, dhe Shqipëria nuk do ketë më fuqi që t'i paguajë borxhet, derisa në 7 prill 1939 Italia Mussolini do ta aneksoj. Dhe nga 7 prilli 1939 deri në 8 shtator 1943 nuk do ketë më Shqipëri, por do të jetë mbretëria e Shqipërisë, që do të jetë aneks i mbretërisë italiane. Pra, ky eksperimenti shqiptar që nisi në 1920 do të përfundoj në 1939 kur Shqipëria do të bëhet pjesë e Italisë. Me rënien e Italisë fashiste do kemi pushtimin gjerman, i cili do zgjasë rreth një vit, nga shtatori 43 deri në 44, ku gjermanët do të mbështesin pak ashtu projektin fashist e krijimit të Italisë së Madhe, ku do të bashkojnë edhe Kosovën edhe rajonet e Maqedonisë, do bashkojnë edhe zonat e Çamërisë në jurisdiksionin italian të Shqipërisë së Madhe. Por edhe pushtimi gjerman do të dështoj, derisa do të kemi pastaj ardhjen e komunizmit në 11 janar 1946, me krijimin e Republikës Popullore të Shqipërisë, republikë që do të udhëhiqet për 40 vite pak a shumë nga Enver Hoxha, ku pas prishjes me Kinën dhe Bashkimin Sovjetik në 1976, Enver Hoxha do t'ia vëjë emrin Shqipërisë Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë, e cila do të zgjasë nga 28 dhjetori i vitit 1976, 3 ditë përpara se unë vija në planetin Tokë, deri në datën 29 prill 1991. Për mendimin tim, kjo ekzistenca e Republikës Popullore të Shqipërisë nga 46 deri në 91 është koha më frytdhënëse, mund ta them, i projektit shqiptarisë, nga që ndërsa shteti i Zogut do dështoj pak a shumë në krijimin e një shqiptarie, mendoj që epoka e Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, ai 45 vjeçari do të jetë momenti që do t'i formsoj shqiptarët. Ai do të jetë momenti kur çfarë kishte nga ata otomanët, muslimanët, krishterë, rum, edhe të identiteteve të tjera, vllehe greke, turqe e tjera, do të asimilohen gjithë. Domethënë, do kemi njerëz me emrin Arjan, me mbiemrin Ikonomi, mbiemrin grek, ose njerëz me emrin Olsi, me mbiemrin Jazeziu, me mbiemrin turk. Dhe kjo do të jetë për mua arritja më e madhe e nacionalizmit shqiptar, epoka e Enver Hoxhës, ku ai do të krijojë këtë njeriu e ri, që e quanin ata njeriu e realizmit socialist, por kjo epokë do të vinë në një fund me rënien e komunizmit në 29 prill 1991, ku më pas ky projekt i shqiptarisë, për mendimin tim, do hyjë në një fazë dizintegrimi. Dhe për mua dizintegrimi më i madh është, sigur përmenda përpara se t'u lidhnim bashkë këtë studimin e Eurostatit, i cili tregon që
nga viti 2011 deri në 2024 nga Shqipëria ka ikur 1 milion njerëz. Pra, kjo ideja mesianike e nacionalizmit që në 28 nëntor shpëtuam nga Turku, na mbajti për 500 vite Turku në errësirë etj. Për mendimin tim, nëse shikojmë historinë e shekullit të 20, ka qenë histori mjerimi për shqiptarët. Do të thënë krijimi i Shqipërisë nisi me një luftë të organizuar kundër dy feve, me një asimilim të dhunshëm të minoriteteve dhe që u nisin kohën e Zogut, me një eksperiment të dështuar fashist italian dhe më pas me atë çmendin e regjimit komunist të Enver Hoxhës. Çfarë mendon për këtë përmbledhje? Po, Polsi unë paka shumë bie dakord, po dua të bëj një paralelizëm këtu. Në qoftë se flasim për nacionalizmin e pastër shqiptar, dua të them që gjatë dy periudhave historike, gjatë perandorisë otomane dhe njëkohësisht gjatë kontaktit që Shqipëria pati me Bashkimin Sovjetik, bie plotësisht dakord që nacionalizmi shqiptar ishte, si të thuash, në kulmet e tija. Duket disi e sportuar krahasimi, po pa ndërhyrjen e Bashkimit Sovjetik, pa studimin e brezit të ri të asaj kohe të Shqipërisë, domethënë marrja e njohurive teknike elementare për krijimin e një shteti, ndërtimin e shkollave, universiteteve, ringritjen e një lloj ekonomie që kishte qenë primitive, por në kohën e rusëve, të themi, dhe ky është një gabim, në Bashkimin Sovjetik, më saktë. Pati një zhvillim shoqëria shqiptare në të gjitha drejtimet, domethënë u luftua analfabetizmi, u luftua në shumë si thua probleme, pavarësisht se kishte anën e saj të zezër, kjo nuk mund të mohohet, nuk mund të mbrohet, domethënë e keqja, por plotësisht dakord për shqiptarizmën e vërtetë, perandoria otomane dhe Bashkimi Sovjetik krijuan, si të thuash, ambientin më të përshtatshëm dhe në ato momente ne shohim, të themi, veçantinë shqiptare, sepse që ta kuptojmë çfarë ndodhi gjatë kontrollit italian, është e mira, unë të dërgova një link, të fillon në vitin 1913, dhe unë i referohem kujtimeve të Princ Vidit. Domethënë është burimi më i saktë dhe më i mirë për të kuptuar cili ishte projekti, dua të shkosh më poshtë ku thotë pikat, domethënë pika 1, pika 2. Këta unë kam shqipëruar, kjo është faqja ime, unë kam shqipëruar kujtimet e Princ Vidit. Ai e thotë me saktësi kush ishte projekti për krijimin e Shqipërisë, cili ishte roli i princit, cili ishte roli i fuqive të mëdha, sa ishin liritë dhe kapacitetet e të ashtu quajturës qeverisë shqiptare. Dhe dua të ndalet në fund ku thotë në vitin 1917, në qershor të vitit 1917, kur Italia shpalosi programin e saj për krijimin e Shqipërisë së Madhe. Pra, krijimi i Shqipërisë së Madhe nuk ishte një projekt që italianët e filluan në, të themi, gjatë pas viteve të ri, ose pas ardhjes në fuqi të Duçe dhe partisë fashiste. Ishte një projekt shumë i vjetër, ka filluar që nga vitet 1880 dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Domethënë, pa ndikimin e Italisë, Shqipëria nuk do të kishte marrë formën që ka sot. Dhe dua të them edhe diçka tjetër, sepse gjatë Princ Vidit, i ashtu quajtur Livorio i Pirë, pushoi se ekzistuar, sepse nuk kërkoi më shkëputje nga Shqipëria. Princ Vidi ishte kushëri, domethënë ishte në penë familjare me mbretin e Greqisë dhe ata ranë dakord që atë çështje ta zgjidhnin nëpërmjet një autonomie kulturore fetare për atë pjesë që ishte caktuar ti kalonte Shqipërisë. Dhe nuk është, domethënë, kjo tema e krijimit të shtetit të madh shqiptar dhe Livorio i Pirit për mua është një nga perlat e historisë shqiptare, e cila duhet trajtuar
me saktësi, me hollësi për të kuptuar të vërtetën historike, sepse ka shumë hamendje aty dhe shumë keq informime. Po të shikojmë pikat një nga një, tregon se cili ishte projekti i Shqipërisë. Thotë Shqipëria ishte krijuar si një principat e pavarur, sovrane dhe e trashëgueshme. Domethënë, asnjë shqiptar nuk do të ishte në gjendje të merrte fronin e Shqipërisë. Gjithmonë froni i Shqipërisë do të kalonte në një pasardhër të Princ Vidit. Është një marrëveshje 100% koloniale me fjalë. Domethënë nuk ka nevojë të diskutohet. Ishet përfundimisht vasaliteti midis Turqisë dhe Shqipërisë, Shqipëria është neutrale, neutraliteti garantohet nga 6 fuqitë e mëdha, kontrolli i administratës civile dhe financat e Albanias të Shqipërisë do t'i kalojë një komisioni internacional të përberë të përberë nga delegati 6 fuqive dhe një delegati nga Albania. Domethënë Shqipëria nuk do të kishte aset e një lloj, domethënë thjesht po, jo, ishte kotë, domethënë i parëndësishëm mendimi i Shqipërisë. Mandati i këtij komisioni do të zgjatë 10 vjet dhe mund të shtoheshe po të rinte nevoja, kuptohet që do të shtoheshe. Komisioni do të ketë detyrë të përgatitë një plan të detajuar për organizimin e të gjitha degëve të administratës albanase, shqiptare me fjalë. Brenda 6 muajve komisioni do t'i paraqitë fuqive një raport mbi rezultatet e punës dhe vendimeve të tij në lidhje me organizimin administrativ dhe financiar të vendit. Sovraniteti do të propozohet brenda 6 muajve, deri në emërtimin e tij dhe formimin e plotë të qeverisë nacionale. Aktivitetet e autoriteteve ekzistuese, pra që ishte Ismail Qemali të themi, dhe xhandarmeria e vendit do të kontrollohet nga Komisioni Internacional. Pra nuk kemi të bëjmë fare me shtet shqiptar. Tu nuk ka as që bëhet fjalë të kishim një Po, shtet as që shqiptar. bëhet fjalë, nuk është shtet shqiptar, kjo është domethënë termi këtu ky që është mandat. Domethënë ky është një mandat, është tamam sikur britanikët kishin mandatin e Palestinës, sigur kishin mandatin e Jordanisë, sigur sirianët, domethënë francezët kishin mandatin e Sirisë apo mandatin e Libanit. E njëjta gjë është, vetëm se në rastin e Shqipërisë kemi një kolonizim pan-evropian. Domethënë Shqipëria i jepet Princ Vidit si çifligu i tij, ama shive, domethënë për sigurinë mbarvajtjen i jepet suedezëve. Janë suedezët ata që do ta. Po, dhe më përpara, dhe pika 8, rregulli dhe siguria publike do të mbahen nga një organizatë xhandarmerie internacionale. Kjo organizatë do të jetë në duart të oficerëve tuaj, të cilët do të ushtrojnë një komandim efektiv mbi xhandarmerinë. Prandaj vjen pika 9, kemi holandezët me generalin Thompson, i cili përpara kësaj kishte qenë këtu ku jam unë në Indonezi, në Batavi, e kishin përdorur holandezët për të vrarë dhe kolonizuar indonezianët, dhe e sjellin që janë dhe sjellin në Shqipëri nga që ky kishte eksperiencë koloniale dhe eksperiencë me muslimanët. Kjo ishte e veçanta e generalit Thompson. Domethënë është një joint venture, nuk e di se si quhet në shqip, një konsortium pan-evropian me suedez, me holandez, me këtë princin gjerman që e marrin përsipër këtë Albania, dhe për mua pika 2 është më domethënësja që nuk do ketë më marrëdhënien me Turqinë. Domethënë Turqia mbaroi. Kupton? Dhe domethënë ky mandat ishte i garantuar nga 6 fuqitë e konferencës së Londrës, që edhe vendosën krijimin e këtij mandati. Pra, për shqiptarët që na shohin dhe ata që besojnë gënjeshtrat e mitografisë shqiptare, që thonë jo shteti i Vidit e tjerë e tjerë, nuk është shteti i Vidit, është koloni që krijuan evropianët. Dhe Edi Rama sa po erdhi në pushtet, gjën e parë që bëri është që një rrugë në Durrës i vuri emrin kolonel, jo general, kolonel Thompson. Kolonel Thompson ishte guvernator kolonial. Ishte sikur generali Gordon, që quan britanikët për të pushtuar Sudanin, apo sikur Henry Garot, komisioneri i lartë
francez i cili u dërgua nga Franca për të kolonizuar dhe pushtuar Sirin edhe Libanin. Pra, Shqipëria u krijua si një mandat, por sikur thot edhe Eduard Grey, që ka qenë ministër i jashtëm i Britanisë në atë kohë, thot unë e di thot që krijimi i Shqipërisë thot është një gjë e keqe thot, por është e keqja më e vogël thot se shpëtova Evropën nga një luftë e madhe. Sepse në qoftë se britanikët nuk do bënin këto pika, këto janë pikat edhe ky komisioni ndërkombëtar që përmendet këtu në historinë e Shqipërisë njihet si KNK-ja, apo Komiteti Ndërkombëtar i Kontrollit, e kam fjalën këtu për Komisioni Internacional, domethënë pikën 4 që ju përmendni këtu. Dhe domethënë Shqipëria u bë koloni, domethënë nuk ka patur Shqipëri. Vazhdo se ta ndërpreva i gjën. Jo, pak a shumë kjo ishte, po në qoftë se duhet, domethënë ka një material masiv, këtu unë kam një libër të publikuar, të shkruar nga Margaret Macmillan. Jam shumë i sigurt që e ke studiuar, e ke parë. Këtë libër ka materiale shumë interesante. Tregon domethënë lëkundjen e fuqive të mëdha, është rreth konferencës së paqes, ashtu quajtur konferencës së paqes në vitin 1913, dhe ka titullohet Paris 1919. Okej. 6 muaj që ndryshuan botën. Kështu është nën titulli i librit. 6 months that changed the world. So, tu thuhet që në një fragment thuhet që puna më e vështirë që kishin domethënë ata persona që merreshin me anën teknike ishte puna atyre që bënin hartat. Sepse bënin një hartë ku do kalonte kufiri dhe në darkë vinte një udhëzim tjetër sipas pazare që kishin bërë në tavolinë ata fuqitë e mëdha. Që ky kufi nuk do kaloj këtu, do kaloj në 10 kilometra më tutje. E bënin hartën, pas 2 ditësh vinte një urdhër tjetër. Jo, ky kafi nuk do i këtu, do kaloj në vendin tjetër. Dhe bën edhe aq shumë harta, pa ditur realitetin në vend, pa ditur, pa marrë parasysh, si të thuash, dëshirën e popullatave vendese, aty u krijuan kufit, jo vetëm për Shqipërinë, në lufta e dytë, lufta e parë botërore përfshiu pjesën ndërmuese të Evropës, pra nuk bëhet fjalë se shqiptarët, grekët, bullgarët, serbët e trajtojnë këtë problem nga këndvështrimi i tyre i ngushtë nacional. Por kur flasin fuqitë e mëdha, nuk merren me gjëra të vogla, ata bën në diskutim interesa madhore. Më fal të ndërpres, në këtë kohë kemi edhe marrëveshjen e Brest-Litovskët ndërmjet Gjermanisë edhe bolshevikëve, dhe kjo marrëveshje do krijojë shtete që ne i njohim sot, po që u shpjegën ato kohë, sikur Polonia, Lituania, Estonia dhe Latvia. Domethënë, nuk është vetëm Shqipëria, edhe Greqia, edhe Serbia që u krijuan këto. Ishte domethënë koha kur fuqitë e mëdha luanin shah, dhe të sqaroj këtë gjë për shikuesit tanë, domethënë nga deklarata e Vidit, i cili thoshte sovraniteti i ri do propozoj përpara fuqive nga 2 fuqitë më të interesuara, Austro-Hungaria dhe Italia. Pra, ishin këto 2 shtete të cilat donin e krijuan Shqipërinë si mandatin e tyre, si koloninë e tyre, por fati keq i Austro-Hungarisë është lufta e parë botërore, kur Austro-Hungaria do të thyhet, dhe ajo që përmend Vidi këtu, në vitin 1917 është traktati i fshet i Londrës, kur italianët vendosin që do ta aneksojnë Shqipërinë. Por traktatin e fshet të Londrës, bota e mori vesh fal bolshevikëve, se do të ishte Trotski, i cili pasi ta rrëzuan carin dhe qeverinë e Kerenskit, gazeta, nëse jam gabim, Izvestia, në Moskë fillovi të botoj dokumentat sekrete, ndër të tjera u mor edhe vesh që ky protektorati i Albanisë, apo mandati i Albanisë, do të ishte një mandat i ndar ku do të administrojë nga 2 fuqi, Austro-Hungaria me Italinë, pra ndryshe se la bie në mandatin e Palestinës,
apo në mandatin e Irakut, apo në mandatin e Siris, mandatin e Libis, ku kemi Anglin apo Francën që administrojnë këto koloni, Shqipëria lindi me një konflikt madh sepse do ishin dy fuqi që do ta kontrollonin, Austro-Hungaria me Italinë. Por mundja Austro-Hungarisë në luftën e parë botërore dhe shkatrimi i kësaj perandorie, do të kemi krimin e Hungarisë e tjerë, të Austrisë e tjerë, i kthejnë italianët në fuqinë e vetme, të cilët u munduan që në konferencën e paqes që ta marrin Shqipërinë nën kontroll dhe për këtë edhe sponsorizuan qeverinë e atij Luish Bumçit, as e ka pa emrin, atij Peshkopit nga Lezhë, qeverinë e Durrësit dhe të Mehmet Konicës, por do të ishin britanikët që do t'i sillnin probleme derisa Mussolini në 1939 pak a shumë i mori me forcë anglezëve dhe francezëve koloninë e Shqipërisë që ata nuk donin që t'ua jepnin që më herët. Po, se të ndërhyva dhe të preva rrjedhën e mendimit Petro, ta dua të them që ky projekt i shqiptarisë, domethënë dhe kjo mitologjia që hidhet, thuhet 28 nëntori, ditë e madhe e tjerë, janë gjitha pralla me mbret, nga që nuk ka pasur Shqipëri. Dhe për më tepër, çfarë duhet i tregojmë shikuesve tanë, se ky Ismail Qemali aty në Vlorë të shkretin e përdorën këta austriakët, e përdorën nëse nuk jam unë gabim deri ndoshta në vitin 1913, por nuk e mbaj mend saktësisht datën kur e dëbuan nga Vlora, dhe e mbajtën vetëm për pak muaj, i jepshin austriakët korona, i thonin rri këtu ti, edhe në momentin që do vinte viti në Shqipëri, viti u avë kusht fuqive të Evropës, thotë që duhet të hiqnin qave Esat Pashën dhe Ismailin. Dhe gjithë kjo mitologjia e këtyre ati kombit Ismail Qemali janë gjitha pralla me mbret. Për mua domethënë personi që vuri disa themele në krimin e shtetit shqiptar është zogu, po personi që arriti sukses për mua është Enver Hoxha. Apo jo? Dhe siguria përmendur ishte me mbështetjen e Bashkimit Sovjetik. Këtë duhet t'ua themi shqiptarëve, se domethënë po mos ishte përplasja e Stalinit me Titon, Shqipëria nuk do të ekzistonte, do të ishte Republika e Shtatë e Jugosllavisë. Por ishte, apo jo, a je dakord me mua në këtë pikë? Dua të shtoj disa gjëra që nuk i kam marrë në historiografinë zyrtare të Shqipërisë. Por, përpara se të shkoj aty, do them që nuk ishte viti 1917, ishte viti 1915 ku Greqia dhe Italia rënë dakord për ndarjen e pjesës jugore të Shqipërisë. Po, mirë, traktati u botua në 17-ën, domethënë u botua në vikët. Po, por ajo që bën italianët në vitin 1917 ishte kundërpërgjigje e asaj që bën francezët në Korçë, me ashtu quajtur Republika Shqiptare e Korçës. Po, ajo ishte një ndërhyrje ushtarake e francezëve për t'i vënë një brez, si të thuash, ndikimit të mbretërisë greke në ato zona, sepse në ato video që u shfaq më përpara, ata që kishin dalë aty, domethënë pjesa dërmuese e popullatës në ato zona ishin pro mbretërisë greke. Në kohën në Greqi ishte një luftë civile, domethënë kishte një qeveri të kryesuar nga Venizelos, ishte dhe qeveria dhe mbretëria, të cilat luftonin, por Venizelosi ishte politikani më i mirë që kishte nxjerrë shteti modern grek, ndërsa mbretëria ishte aleate e fshehur e Gjermanisë, Austro-Hungarisë, Bullgarisë dhe Turqisë. Pra, mbretëria greke shpresonte në fitoren e Austro-Hungarisë dhe të Gjermanisë. Dhe në atë kohë mbretëria greke dhe si të thuash, po e quaj Turqia, ishin aleat, nuk ishin armiq. Me shpresa që ata do të merrnin një shpërblim pasi të kishte mbaruar lufta dhe fitimtar ishte Austro-Hungaria dhe Gjermania. Kështu që me atë qëllim shkruan francezët në Korçë për të vënë një brez të mbronin atë zonë nga ndikimi i mbretërisë greke. Dhe aty fillon pastaj historira
me Themistokli Gërmenjin e të tjera, të cilat ishin luftra të vogla që ata bënin jo spionove sot për Bullgarinë, jo për Greqinë më të tash. Dhe për të shmangur dikimin proces, italianët krijuan konceptin e Shqipërisë të madhe në vitin 1917. Dhe po ta shikojmë ofertën që Viktor Emanueli i ofroi shqiptarëve, ishte një ofertë, si thua, perandorak, me të drejta, shumë të drejta, shtet formuese, kontrolluese e të tjera e tjera. Është një koncept i Shqipërisë të madhe që fillon që nga pjesë të konsiderueshme të Greqisë, përfshin pjesë të ish Jugosllavisë në atë kohë. Dhe po të kalojmë 2 vite më vonë, në vitin 1919, ishim pikërisht amerikanët që thanë jo, ty nuk të takon pjesa lindore e Dalmacisë, ty të takon si Itali që jesi një shtet i vogël, që ke hyrë në luftë me shumë vështirësi, se Italia nuk hyri në luftë pro aleatëve, që në fillim ishte kundër tyre. Ty, me këto që ke bërë, ty të takon vetëm Shqipëria. Dhe ne po të lexojmë, si të thuash, dokumentin përfundimtar të konferencës të Parisit, librin që tregova pak më parë, unë e kam shqipruar, e kam futur në faqen time, po të shikojmë kushtet të cilat Amerika Wilsoni i dha Italisë, Italia del pronare legjitime e drejt për drejt e Shqipërisë. Pra prallat që ishte Wilson që vendosi fatin e Shqipërisë për të qenë një shtet i pavarur, është një kthim së mbrapsht i historisë. Dokumentat janë aty, kushdo mund të marrë të lexojë, të studiojë dhe të nxjerrë konkluzionin e tij bazuar në këndvështrimin e tij të botës. Ky është këndvështrimi i tij. Shumë interesant. A mund ta ndash atë dokumentin me neve këtu? Duhet ta gjej ku është, e kam shqipruar. Mos e ke fjalën për traktatin e Londrës të prillit 1917? Jo, për përfundimet e konferencës paqes 1919 unë e kam në përfundimin, okay. Po, është shumë interesante. Po. Megjithatë dua të dal prapë tek ajo, domethënë në kohën që ti kërkon për dokumentin e Wilsonit që ta ndaj me lexuesit tanë. Domethënë për mendimin tim, gjithë kjo mitografia shqiptare që ka krijuar këtë legjendën e krijimit të Shqipërisë në 28 nëntor 1912 e tjerë, janë pralla me mbretës. Janë pralla me mbretës të cilat hidhen për konsum të brendshëm. Është krijuar, domethënë, pak a shumë kjo mitologjia shqiptare që fillon me Ismail, fillon me Skënderbeun, me Iliro Arbororët e Pellazgjot e çfarë janë këta, që del te Ismail Qemali, të cilin anglezët, italianët, austriakët e dëbuan, e gjeta datën në janar 1914, e dëbuan me dhunë nga Vlora dhe nuk e lanë që të kthehet më në Shqipëri, se po të kthente do ta fusin në burg. Dhe domethënë ky projekt i shqiptar ka qenë një kaos. Një kaos i papar derisa domethënë ky kaosi i erdhi një farë hyjimi në 1920, po që për mua do të konsolidohet me themelimin e Republikës së Shqipërisë në 1925, por që do të vazhdoj deri në 1939, që i bie vetëm 9 vite shtet. Dhe për mua, domethënë, nëse flasim për ekzistencën të shtetit shqiptar de facto dhe de jure, është nga 1925 duke hequr këtu pushtimin italian edhe gjerman dhe deri në 2025, tani ku jemi. Domethënë kemi 100 vite konsolidim pak a shumë shteti shqiptar, i cili kalon në për eksperimente nga më të çmendurat, që nga eksperimenti nacionalist zogist monarkist, kur zogu e shpall veten e tij mbret dhe pasardhës të Skënderbeut, te ideologjia fashiste e Mussolinit, i cili krijon Shqipërinë e madhe dhe domethënë shqiptarët të trajtojnë pak a shumë sikur etiopianët që ishin pjesë të perandorisë italiane, dhe zakër.
Dhe për mua, domethënë, është regjimi Enver Hoxhës, ai 45 vjeçari, i cili krijon me të vërtetë një identitet shqiptar. Dhe sikur përmend historiani i njohur musliman Ibn Khalduni, i cili analizon Kuranin dhe ai tregon se Zoti kur Musai apo Mojsiu i nxori shifutët apo Beni Izraelit, sikur i quhen Kurani, bijtë e Izraelit nxori nga Egjipti, ata ishin frikatsak dhe ishin frikë që ta pushtonin Kananin. Dhe Zoti tregon në Kuran që për këtë Zoti i mallkoi dhe i la në shkretëtir për 40 vjet. Dhe Ibn Khalduni në komentin që i bën Kuranit thot, pse i dënoi Zoti çifutët për 40 vjet? Ai thot sepse 40 vite duhet për tu ndërtuar një gjenerat e re, një breziri. Dhe për mendimin tim, edhe krimi i shqiptarëve, ta që ne njohim sot, është pak a shumë produkti e epokës komunizmit, sepse Enver Hoxha arriti që të ketë sundimin më të gjatë në historinë e Shqipërisë. Kur vdiq Enveri në 85 apo jo? Po, domethënë që mori pushtetin pak a shumë nga 45-46 deri në 85, arriti që për 40 vite të sundojë mbi shqiptarët dhe të prodhoi një gjenerat të re me shqiptarin e ri, shqiptar të cilat i kanë emrat Olsi, edhe Arjan, edhe Elvis, edhe Dritan, por mbi emrat i kanë Ikonomi, Haxhimi Ali, Haxhiu, Dervishi, Shehu etj. Që tregon këtë origjinën tonë kaluar otomane, ku kemi qenë pjesë e miletit otoman, dhe nga ky milet u bë ky asimilimi dhe kjo ngjizja e krimit të shqiptarit të ri, i cili është shekullar, pa din, pa iman, pa fe, i cili sigur tregoje ti në një shkrimin tënd që kishe bërë së fundi për këto emrat Skënderbe, domethënë që i vëjnë edhe të ortodoksët e katolikët, që domethënë çka kuptimi ka thjesht ortodoks e të vësh emrin Skënderbe, që thonë shkon në kishë ortodokse dhe vaftizu e thuaj atyre që do ta bëj emrin Skënderbe. Pra u kriu ky shqiptar i ri, domethënë ky hibridi. Dhe për mua gjëja edhe më interesante, Petro, është ky eksperimenti shqiptarisë që bën Tito. Po inshallah për këtë ndoshta do të bëjmë në një bisedë tjetër të shqiptarizimit të Kosovës. Sepse domethënë kur i shohum këta kosovarë, këta janë edhe më të çmendur se sa ne në Shqipëri, domethënë. Edhe unë i shoh emrat, për shembull, ai e ka emrin Prindon, Prind, domethënë, edhe mbi emrin e ka Kudigjon, e ka Islami apo Dervishi. Ajo tjetër e ka Vjosa, merret emri lumit në Shqipëri, Vjosa është nga greqishta, po e kemi shqiptarizuar, ë? Dimën e ka Osmani apo Osmanliu, apo tjetri e ka emrin Berat, i marrin emrat, apo kjo shefja e shikut Edi Ramos, që ka dalë edhe në këto porgjime të këtij Ergyes Agasi tani për vjedhjet e për grabitit, emrin ja bën Vlora, po emrin e ka Hyseni, si Imam Hyseni. Biles mbaj mend para ca vitesh kam dhënë një intervistë për një kanal serb dhe më kanë çarë shumë kosovarët. Edhe i thoja, po shikoni mori, thoja, shikoni si kanë emra ta. Hashim, Ramush, Hayreddin, Mustafa, domethënë, këta kanë qenë otoman më shumë se sa ne shqiptarët, dhe i zgjati më shumë procesi otomanizmit, derisa Tito fillon në vitet 70 procesin e shqiptarizimit me kosovarët, dhe nga që këta janë shqiptarizuar më mbrapa, ka janë edhe më ekstremist, domethënë, se sa ne në Shqipëri. Se ne në Shqipëri, domethënë, u bëm ekstremist në kohën e Ismail Kadares, në kohën e Mehmet Sheut, në kohën e Adil Çarçanit, domethënë, kur detyroheshim me pahir mos vini me emra, unë se kam emrin për shembull Mustafa apo Abdullah, nuk më vjen apo Fuat, se nuk më vinin dot emra musliman, se ishte ndaluar, domethënë, ishin emrat prapambetur, turko-mongol. U bë lufta kundër të ashtu quajturave barbarizma. U hoqën fjalët Xhade, Hava, Melaçe, u sollën fjalë nga perëndimi, ëngjëll, qiello, etj. Por se ekstremizëm ne kemi kaluar në vitet 80, ndërsa kosovarët e kanë tani më mbrapa. Edhe po dua të them që për mua ky projekt i shqiptarisë ka qenë një çmenduri e papar, dhe kur i them shqiptarëve që 28 nëntori është ditë zije,
unë e bëj kuptohet edhe për provokim, sepse dua që të tërheq vëmendje etj, por është edhe fakt. Domethënë se hyn këta njerëz, këta shtetas otoman, bilet po të lexosh atë statusin organik të Shqipërisë, që miratohet nga fuqitë e mëdha, e përmendur edhe në tezën time që ti e ke lexuar, legalisht shtetasit otoman që jetonin në Shqipëri u bën shqiptar me statusin organik të vidit, të fuqive të mëdha, që statusi organik i Shqipërisë quhet, dhe aty thuhet është një nga nenet e kushtetutës, se statusi organik ishte ai, domethënë kushtetuta e parë e Shqipërisë, që thuhet shtetas shqiptar janë të gjitha ata persona që përpara datës 28 nëntor 1910 kanë jetuar në Shqipëri dhe kanë qenë shtetas otoman. Domethënë që të bëje shqiptar, zyrtarisht do të ishe otoman më herët. Dhe domethënë ky procesi nga otoman në shqiptar është një proces shumë i dhimbshëm dhe një proces për mendimin tim që ka dështuar, nga që kjo Shqipëria nuk u bë asnjëherë, domethënë ajo që mitologjia nacionaliste thoshte që do bëjmë Shqipërinë shkëm graniti në brigjet e Adriatikut etj. Ti e di më mirë se je disa vite edhe më i moshuar se sa unë, se ç'a ndodhi. Sa ra komunizmi në 91-shin, gjithë ikën dhe shpërthyen. Dhe ai statistika e Istatit që të përmenda që nga 2011 deri në 2024 nga Shqipëria kanë ikur 1 milion njerëz, kjo tregon dështimin masiv të projektit shqiptar. Olsi, Po. më fal, me këtë statusin organik otoman të kthyer në shqiptar, kjo duket shumë qartë në kërkesën që Faik Bey Konica ka bërë për heqjen e shtetësisë së tij otomano-shqiptare dhe marrjen e shtetësisë amerikane, sepse në atë kohë në shtetin ku jetonte në Boston, ku jetonte Faik Konica, lejohej vetëm një shtetësi. Dhe do të hiq një shtetësi që të bëhesh amerikan. Faik Konica bën një kërkesë për të hequr shtetësinë e tij shqiptare për të marrë atë amerikane. Një minutë, e kishte shqiptare apo otomane? Otomane. Unë e kam publikuar tani me transformimin nga otomane natyrisht kalonte në shqiptare dhe i kërkon parlamenti shqiptar që t'ja heqë shtetësinë shqiptare. Bravo. E kupton se interesante, domethënë njerëz që kërcejnë nga deg në deg, nga otoman shqiptar, nga shqiptar në amerikan. Po, ke edhe një pasus që të shon gjithmonë me mbiemër Çaushi. Shqiptar dhe aty i kthyer në nuk më Oliver, nuk e di se ka emrin, po Çaush është një term i përdorur turqisht. Do të thotë oficer turk. Togeri ushtrisë. Po, tani nuk e di, Togeri i parë që mund të ketë erdhur nuk e qenë edhe nga nga një krajnë otoman, ande? Saruhani. Nuk e di. Ka erdhur ka yrë kollovar aty në Shqipëri. Ka qenë Çaush, ka ardhur ushtrin turke këtu ka ngel. Edhe tash të fillon ai të jep leksione historike. Pse kjo domethënë kjo është fuqia e trushplarjes, e propagandës. Domethënë çka ka bërë regjimi shqiptarisë në Shqipëri, ka prodhuar njerëz që to prallat e nacionalizmit i besojnë sikur të jenë Kurani dhe Bibla. Domethënë atyre se janë trushplar që të vegjël në përshkolla, jemi bitë Skënderbeut, luftuam, erdhi Ismail Qemali, luftuam, e Fordi Kali dhe nuk din historinë. Dhe prandaj domethënë unë edhe ti urrehemi kaq shumë, por edhe ata që kanë mend na duan dhe na vlerësojnë, sepse domethënë ne jemi ata që u tregojnë njerëzve të vërtetën. Po problemi është që e vërteta është shumë e vështirë për të sfiduar, nga që me personat që ne përballemi, ata kanë kaluar 40 vite indoktrinim. Domethënë imagjino ti për 40 vite ti je trushplar me idenë që ti edhe pse je Çaush, edhe pse je dervish, edhe pse je Osman, ti je Iliro Pellas, domethënë, këta janë trushplar, domethënë, nga klasa e parë deri në klasë 8, ata që kanë bërë 8 vjeçaren, edhe u bubuja por ata pastaj që kanë mbaruar të mesmen dhe kanë shkuar edhe në universitet për gjuhë letërsi, se ti po mos i besosh këto idera, ti ngel në shkollë. Domethënë këta nuk do dinin shkrim edhe këndim, dhe
procesi i edukimit të këtyre personave ka qenë në të njëjtën kohë proces trodhtarje, në indoktrinimi. Kanë të indoktrinuar, nuk janë historian, nuk janë njerëz që lexojnë histori, si ku lexoj unë edhe ti që lexojmë dokumentet e të kaluarën, që i dinë se si kanë qenë gjërat, dhe për më tepër rasti për shembull i këtij Çavushit që ju përmendët, se nuk e di se ka shumë Çavushër. Edhe domethënë tek e fundit ky Çavushi nuk ka faj se domethënë gjyshi i tij mund të jetë qenë Çavush apo stërgjyshi apo çfarë i bie. Kurse ky është shqiptar, sepse domethënë ky lind në Republikën Popullore Socialiste të Shqipërisë, u frymëzua me ato idealet e Enverit e partisë, edhe unë e mbaj mend Petro se kam qenë atëherë një 16 vjeç, 18 vjeç kur era regjimi komunist, dhe e mbaj mend ata komunistët e lagjës që ne kishim, kur u çua populli, se populli ishte i tharbuar, u çua kundër mitit të Enver Hoxhës, e shanin Enverin. Dhe ti shikoje fytyrat e këtyre njerëzve, ishin të prerë, sepse atyre ju vra idhulli, ju vra Zoti, se enveristët ishin idhujtar, ata e adhuronin Enverin. Dhe por pjesa e kësaj idhujtarie ishte edhe kjo mitologjia mbi shqiptarinë. Dhe sa do më thënë kur ra regjimi komunist enverist ka vuajtën shumë, por në një farë mënyre e te i kaluan atë vdekjen e kryezotit që ishte Enveri, dhe krijuan mite të reja, dhe mitet e reja janë Saliu, Rama, Rilindja, Amerika, Perëndimi, domethënë e zëvendësuan Enverin me ca mite të tjera, por ajo baza e idhujtarisë nacionaliste ka ngelur aty. Po, Ulsi, unë e dërgova atë linkun të dokumentin e konferencës Parisit. Po. Dhe ajo që më bën përshtypje mua është ashpërsia e nacionalizmit shqiptar, të modernit, që është bërë një lloj inkuzicioni, të cilët të persekutojnë ose janë gati të vrasin, vetëm se nuk bien dakord. Ata nuk debatojnë për vërtetësinë apo jo të mendimit apo të dokumentit. Ata thjesht të ndëshkojnë sepse nuk bien dakord. Dhe kjo është ekstremi ose ligësia ose dobësia e këtij lloji nacionalizmi. Pra unë këtu kam shqipëruar pikat kryesore të dokumentit që është firmuar në 9 dhjetor 1919 nga kryeministri francez, nga ai anglez dhe nga zëvendës sekretari i shtetit amerikan. Frankfurt. Okej. Po, domethënë pika 5 thonë është më kryesorja që Italia merr mandatin për administrimin e shtetit pavarur të Shqipërisë. Domethënë pak a shumë e njëjta gjë që britanikët bëjnë me Jordaninë. Se dëgjoj, Jordanisë dhe Irakut, por edhe francezët me Sirinë, në mënyrë që të pajsonin popullatat arabe që nuk donin që të kolonizoheshin nga francezët dhe nga britanikët, i thonë jeni të pavarur, edhe Jordanisë, edhe pse ishte koloni angleze, i thonë është e pavarur, po do të jetë në administrimin e Britanisë. Pra, po ta shohim këtë dokumentin e konferencës paqes, memorandumin për administrimin e Shqipërisë ndërmjet amerikanëve, britanikëve dhe francezëve, ku i jepet mandati Shqipërisë, dhe termi me rëndësi për historianët këtu Petro është mandat. Sepse ky është termi që u përdor për kolonizimin e Sirisë, për kolonizimin e Palestinës, edhe Palestina kthehet në një mandat britanik, po britanikët përveç që e marrin Palestinën si mandat, kishin shtojt atë deklaratën e Balfourit që lëshon Ministria e Jashtme angleze, ku ata thonë që ne do të kryejmë një Jewish homeland në mandatin tonë. Dhe krijimi i kolonisë izraelite brenda mandatit të Palestinës u bë pak a shumë me këtë lloj dokumenti që merr edhe Italia për administrimin e Shqipërisë. Domethënë, ky është një dokument kolonial ku, domethënë, çfarë tregon ky dokument? Tregon që Italia e merr Shqipërinë si mandat me bekimin e amerikanëve, të britanikëve dhe të francezëve. Okej, Petro, e mbyllim këtu se u bëm shumë gjatë, do të shtosh diçka fundit se do na lodhim. Jo, atë artikullin mbi Wilson, që flitet që presidenti Wilson shpëtoi Shqipërinë,
E kam shkotur 5 vitet kaluara, kur presidenti i Amerikës Trump kur ishte për herë të parë me fjalë, mori Vučićin, mori dhe Hoxhin, i bashkoi aty në Shpinë e bardhë. shtëpinë e parë dhe e vuri të firmosni. Dhe çfarë firmosën Marrëveshja ajo e dokument normalizimit. nuk është shfaqur në publik. Është një dokument që ma merr mendja, kërkon zbatimin e një linje e kurudhore që do lidhë një port shqiptar me Shëngjinjen. Serbinë. Dhe Shëngjinjen me çdo Nisën. që po, do me thënë, është një riciklimi i historisë, se pikërisht në vitin 1119, një nga pikat e njohjes së Shqipërisë ishte lidhja e Bregdetit shqiptar nëpërmjet një ekurudhe me Serbinë. Me Nishin. Mbase ka ndryshuar ato rruga tash, sepse teknologjia e ndërtimit të rrugëve ka ndryshuar, por në parim ajo është me fjalë. Po, qeveria serbe-kroate, domethënë, duhet të ketë të drejtën të ndërtojë dhe operojë hekurudha në Shqipërinë Veriore, mbi paralelin Po, gjeografik 41, dhe si po, regulltet të gëzojnë Shqipërinë privilegjet të plota të bazuar në rregull. Po, domethënë atë po unë kam bërë edhe video atëre kur u bë kjo marrëveshje e normalizimit, që thoja Rama po jep pak a shumë Serbisë atë që Serbia kërkovi gjatë luftës së parë botërore, aksesin po, në portin e Shëngjinit. Dhe po, domethënë edhe në këtë domethënë mandatin italian është rënë dakord që Serbia po, do ketë akses në po, portin e Shëngjinit. po. Mirë Petro, do shtosh diçka para se ta Jo, mbyllim? mbyllim, kjo ishte gjitha që desha të shtojmë. Okej, do bëjmë video tjera me inshallah, ku do flasim sërish për eksperimentin shqiptar të fuqive të mëdha. Miq, ju falenderoj të gjithëve dhe ju përshëndes. Selam aleikum wa rahmatullah.